Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall. Salavatet, selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Sot me lejen e Allahut azza wa jall do t'i përmendim një 5 këshilla për kërkuesit e diturisë. Pasi që të gjithë kemi ardhur për dituri, kemi ardhur me mësu, mirë po edhe kërkuesi i diturisë ka nevojë për mi pranu disa këshilla. E para është sinqeriteti. Çdo ibadet, çdo punë, fillimisht duhet ta dim se dituria është ibadet, Njeriu ka dalë me kërku dituri për me mësu fejnë Allahut azza wa jall, për mi ofru Allahut azza wa jall ashtu siç duhet. Edhe kjo konsiderohet ibadet, adhurim. Domethënë çdo ditë njeri që është në kërkim diturisë, ai shpërblehet Allahu azza wa jall. Çdo minutë, çdo sekond, çdo frimarje, çdo problem, çdo telashe që ka, inshallah do të shpërblehet Allahu azza wa jall. Pastaj mos mendoni se dituria mirët mini herë. Ashtu jo. Dituria ka vështërsi. Në herë nuk mundesh me mësu. Në herë se ki qefin se ki. Në herë edhe kushtet materiale nuk të mundsojnë, se ki nevojë për me hongër, për me pi, për me flejt. Do të thonë, vështirë është. Pastaj duhesh me shku për shembull te një hoxh. Ki nevojë me shku te një hoxh. Mirë po ti nuk duhesh me shku për shembull 2 orë përpara. Pse se nuk ki makinë ose një bicikletë? Pse me shku për 5 minuta? Do të duhesh me shku 1 orë, gjysmë orë përpara me bë rrugë. E kështu që çdo hap që e bën, inshallah ti do shpërblesh te Allahu azza wa jall. Mirë po, duhet spari ta kem sinqeritetin, të jemi të sinqert. Çdo ibadet kërkon sinqeritet. Çdo adhurim. Allahu azza wa jall në suratul Bayyina thot, ata nuk urdhëruan për tjetër veç se të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala me sinqeritet ndaj fesë të tij. Me thonë çdo njeri në fytyrë tokës është i obliguar me pas sinqeritet. Nëse nuk ka sinqeritet, dije se ai nuk ka shpërblim te Allahu azza wa jall. Ne shumë mirë e dim që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se zjarri i xhenemit do të ndizet me 3 lloj të njerëzve. Dietarin, bamirësin edhe luftarin. Me thonë këta 3 lloj njerëz. Qëra këta 3 lloj të njerëzve me pas sinqeritetin, me qenë sinqert ndaj Allahut azza wa jall, këta i kishin fitu gradën më të lartë xhenetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dëshmorit i falet pika e parë gjakut që i del prej trupit. Këtë gjunohet çka ka i falen. Përveç se borxhit. Dëshmorit këtë gjunohet i falen përveç se borxhit. Borxhi nuk ja fal Allahu azza wa jall. Pse? Se ti më ki bu borxh ose unë të kam ty. E tash unë do të më marr vesh me ty. Me Allahun s'kam kur gjë. Mirë po, nëse nuk është sinqerisht që ky shahidllëk, atëherë ka më konë për zjarë të xhenemit. Allahu azza wa jall e din rastin, edhe i pyet me lajqët, thot, oj me lajqët e mi, që ky njeri rast e shahid, po e pyet Allahu azza wa jall personin, thot, ja Rab për ty, thot, po gënjen, edhe jo me gjujt xhehenem, mirë po thot, ngreni zhakas edhe gjuni xhehenem, ngreni zhakas për ftyrë, do me thonë edhe gjujnin xhehenem. Ja Rab, punë më e mirë nuk ka, kom lënë familjen, i kom lënë fëmijët, jetima, kom lënë pasurinë, kënaqësinë e kësaj dynjajës, mirë pa Allahu azza wa jall thot shiteni në xhehenem. Ti ke luftu vetëm e thonë dëshmor, heroj, edhe të kanë thonë, ti lavdatat i ke marrë këtu në dynja. Tjetri, dietari. Dietari është dritë o vllazën. Dritë. Pse se njerëzit janë në terë. Dietarët i nxjerrin prej errësirës në dritë njerëzit. Ja mësojnë leximin, ja mësojnë shkrimin, ja mësojnë edukojnë.
Çka thënë disa prej dietarë, ka thënë njerëzit janë si kafsht. Njerëzit janë si kafsht, për me kur të marrësh me kështu çështu, është këshyra e xhahili që nuk ka një ditë shkollë, nuk din as shkrim, as lexim, as kur gjë nuk din, këshyra e katastrofë është. Mirë, po dietarët janë ata të cilët i edukojnë. Njerëz të shkollum janë ata të cilët i edukojnë të tjerët. En-nasu mauta, ka thënë njerëzit janë të vdekur, wa ahlul ilmi ahya'un, e dietarët janë ata që i gjallërojnë njerëzit. Njerëzit në përgjithësi janë të vdekur, pse? Po çka i intereson atij, çka është gjylpona, çka është ajo, çka është kjo shërimi, mjekimi, adhurimi Allahut Azza wa Jall, çka është i pasër, çka nuk është i pasër, ai kret ka sallamadi është për ta. Mirë, po njeri i cili ka dituri, i nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vërtet veprat shpërblehen sipas niyetit, qëllimit. Edhe para prej tyre, tham dietarja, Allahu Azza wa Jall ka me pyet, ka me thënë, o filan, ti ke mësu lexim të Kuranit, ke mësu Sahih Bukharin përmendsh, ke mësu Muslimin, ke mësu fik, ke mësu akide, ke mësu tefsir, je boj i famshëm, mirë po, Allahu Azza wa Jall thot ti po gënjen, ti ke mësu me thonë se filani është dietar, më i dituri, njeri më i mençur, të kanë thonë, të kanë lavdu, ngreni zhakas për zjarr të xhenemit. Edhe ai të më thonë do të futet zjarr xhenemit, ja Arab, me dituri, hafëzi Kuranit, hafëzi Bukhariut, Muslimit, Tirmidhiut, dietari madh, po dhe dietari madh ka me hyrë në xhenem. Ka thënë edhe treta, bujari, njeri i cili ka lek. Ku ka pa, e ka pa një të varfër, minjer, bleja një kjerë, bënja një shpi, bëna ato, bëna pse, ke dhonë vetëm e thonë se filani është bujar, ke dhonë vetëm e thonë se filani po jep, nuk pidhimet, nuk e ke dhonë për hir të Allahut Azza wa Jall, sinceritetin nuk e ke pas për hir të Allahut atë dhënjen, mirë po e ke dhonë, për me thonë njerëzit se ky është bujar, ky po jep, ti nuk pidhimet e kështu me radhë. Edhe ky do me thonë ka me shku në zjarr të xhenemit. Bilem transmetuesi i hadithit e Abu Huraira radiallahu anhu, thuhet 3 herë është alivanos. Kur e ka përmend këtë hadithin, kur e ka përmend, i ka rat fikt, është alivanos. E kanë quaj Abu Huraira, tregona qatë hadith që e kingu për pejgamberit sallallahu, prap ka fillu, prap është i ka rat fikt. Herën e tretë, që ashtu të më thonë, edhe fillon me tregu Abu Huraira radiallahu anhu. E kështu që, sinceriteti vëllezër është numër 1. Nëse nuk je i sinqert, ma mirë mos e bëhet punë. Pse? Se puna ja ka më kon argument për ty, ka me të mbrojtë që ajo punë, ja ka me qenë argument kundër teje. Nëse nuk je i sinqert, puna ka me qenë argument kundër teje. Çdo punë, për këtë arsye, dietar kanë thënë që ky hadith, innamal a'malu binniyat, hyn në 70 kapituj të fikut. Ku dush qite, ka me zonë vend. Pse? Se çdo punë mas pari duhet me pas niyetin. Si për shembull një njeri, nëse nuk ka niyet, u çu me fal namaz, ani pse ka fal ai namaz? Po ai s'ka namaz. Ani pse ka fal? Ai ka fal formalisht. Si për shembull, po marrim shembull, njoni po hik prej hajnave, po dojnë me myt, që aty po dojnë me myt, ose me rre po dojnë. Edhe i ka pa do burra që aty tu fal namaz, edhe këtë drejtu ka lidhë në Allahu Ekber, pse mi hik atynve, mi hik dajakit, ose mbytjes, vrasjes. Atër i them ti, Zoti që përblesh që ti ke pështu, prej dajakit ose prej vdekjes, mirë po ti namazin, o pe do të me fal. Po unë e kom fal, ti e ke fal, po me tjetër një ti ki hik. Do me thonë ti do të me po një jetë. Ose njoni për shembull po jep sadaka. Po jep sadaka. Njëtën kohë njëri ka nevojë zeqat me dhon. Edhe koha e zeqatit ka ardhur. E tash po jep sadaka. Po dhe unë kom dhon. Po ti ke dhon sadaka, nuk ke dhon zeqat. Ti duhet me nijet me nxjerr zeqatin. Valla unë e pe nxjerr zeqatin,
ka me dhon për shembull 250 euro ose 500 euro me niyet zakatit. Domethënë ti duhet me ditë ose po agjeroj. Po ti duhet me ditë se çka po agjeron. Sa agjerime kena vëllezër obligative, farz që është, kena vajib ose kena sunnet. Domethënë tash ti duhet me tregu me ditë vetë se çka jetë u bë. Nuk bën vetëm me agjeru. Jo unë pa agjeroj se kam një ditë pa agjeru. Pa agjeroj se s'ka mujt me agjeru një ditë që ka një smut. Domethënë që ti do të më kanë një jetin me vos, edhe më kanë i sinqert për hir të Allahut Azza wa Jall. Pra, ne duhet me kërku diturin për me knac Allahun Azza wa Jall. Jo për famë. Jo me thonë valla, unë kom magistratur, unë kom doktoratur, unë jam hafëz i Kuranit, unë e di sa el Bukharin, unë ato unë këto, jo ve djetarët e mnej, kanë thonë valla, kur gjë nuk di. Shekh Abdul Qadir Arnauti, rahimahullah, thashte, tha unë ala jam kërku si dituris. Je muhaddith, a i thege, ja, tha unë jam ala talebe. Në me thonë, duhet me pas sinceritet. Puna pas sinceritet nuk vlen hiq. Ma mirë mos e bon hiq, se me bo do me thonë një punë. Pse? Se Allahu Azza wa Jall ka me thonë ditën e gjykimit, shko kërko prej ati për atë që e ke bo. Do me thonë për Allah se ke bo. Allahu çka po lypish, çfarë shpërblim po lypish prej Allah? Prej Allahut, atëherë do me thonë duhesh me kërku prej ati që e ke bo. E dyta, nëse e bëjmë me mësojmë, bomi hafëzat Kuranit, e mësojmë për shembull në libër, bomi dietar, bomi dishëm, atëherë do të me vepru. Dituria pa vepër nuk ka dobi vëllezër. Nëse unë për shembull kom mësu që namazin duhet mu fal, edhe nuk e fali namazin, badjava unë hypi në përhyt, njerëz duhet me fal namazin, ose unë e kom mësu se duhet me respektu babën edhe nonën, edhe unë e tham për shembull, njerëz duhet me respektu babën edhe nonën, ai çka thot, o zotni, shko ti respektoj babën tonë njerë. Shko ti respektoj nonën tonë njerë. Shko ti bani punë të mira, pse? Po nuk përputhet kjo. Edhe njerëzit nuk e pranojnë ato. Njerëzit nuk e pranojnë nëse ajo nuk ka, do me thonë, praktikim, nëse nuk praktikosh. Duhet me praktiku, duhet me punu. Disa prej dietarëve e ka pas një cop letër me veti, kur ka majt ligjerat. Çka ka bo? Edhe çdo kur ka dash mi këshillu veten, njerëzit e ka lexu, ka thënë këshilloj veten një herë, qyra po punojsh vetë. Nëse unë e thonë për shembull duhet me fal namaz natës, duhet me fal edhe unë. Po bilem 2 recat vallai, nuk ka patjetër mi fal. Çish ka fal pejgamberi alayhis salam për shembull me gjatë shenën as smunëm ndoshta ashtu, pse? Jo që kena punë, mirë po imani dopt. Po të kishim pas iman të fortë, vallai kishim bërë çdo natë. Rregull e kishim bërë jetës tonë. Mirë po nëse sot smuish me fal, nesër falesh, mas nesër falesh, mas një muaj falesh. Jo vetëm me namaz teravih, valla unë e fala teravin edhe u kry puna, po 11 muaj tjerë namaz natës mos ka. Jo, çu falë 2 recat. Para se me ra me flejt. Namazin e vitrit bilem, najherë, leje ma vonë, pse? Në tjetë dhe me thonë, në të regjistrohet e ti se ti ke falë namaz natës. Në të regjistrohet e ti se ti ke ra me flejt, i pastër, me abdes ke ra me flejt. Dhe me thonë, do të me vepru. Nëse unë e thonë mos u sha, atëherë unë e shana, dhe me thonë, kjo ka kundërshtim, edhe kjo nuk ka efekt. Nëse unë e thonë lexo, nuk lexoj, dhe me thonë që ti nuk ka efekt kjo, pse? Po unë s'po lexoj. Mara qeli bilem pak librat, këqyrë dhe me thonë hulumto, edhe me qatë dituri vepro. Allahu Azza wa Jall po thot, apo urdhëroni njerëzit për mirësi, apo i thu njerëzve bëni mirë po peharoni vetën. Dhe me thonë, nuk bën mi urdhëru njerëzit për mirësi me bo mirë po me haru vetën tënde. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhezër ka thënë, nuk do të shpëtojnë këmbët e robit ditën e gjykimit, derisa të pyetër për 4 gjëra. Njëna prej asaj është për diturinë e tij. Ti ke mësu. E ke mësu se namazi është farz. Pse nuk ke fal? Ke mësu se harami është i ndalum. Allahu na ka tregu haramin, na ka sqaru. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu. Pse nuk je ndal? Pse nuk je ke largu haramit? Çka ki bo me atë dituri? A ke mësu se është haram? Po, pse s'je largu? A ke mësu se është halal? Pse nuk e ke bo?
Çka ke boti ma dituri? A vetëm e ke mësu për nota? 5 që i kam, qa unë e 5, po 5 në tregon në oratori, në të fol, se 5 diploma rrinë që aty në shpi. Kur ti duhet punë për më punësur, shkoj ja tregon diploma mirë po, diploma nuk mujsh me marrë ti zotni unë e kam, kret 5 që i kam, kret 5, elhamdulillah. Neve na vjen mirë që i ki 5, mirë po duhet me praktiku, Allah vjen, që ato 5 që ta shitin praktik. Me pa do me thonë, me pa se në vërtet ti paske mësu. E kështu që duhet me qatë dituri me punu. Qoftë edhe pak. Imam Shafiu rahimullah çka ka thonë? Dituria nuk është ajo që mësohet vetëm pse? Se ka njerëz që të mësojnë pasha Zotin, a din sa shpejt. Ndoshta për 5 minuta ta mëson faqen e Kuranit, mirë po duhet me punu, Allahu jam. Jo namazi Allahu Akbar, ti po flesh, Allahu Akbar, ti në WC me hin. Allahu Akbar, ti në telefon po rish. Po nuk bën ashtu. Allahu Akbar, shkon xhami, fale namazin, pse na kena mësu namazin e kena obligim. Kena mësu se namazin duhet mu fal në xhami. Farzet duhet mu fal në xhami, sunetet fal sa dush shtëpi. Tan natën fal. Mirë po farzet duhet mu mundu me i fal namazet në xhami, me imam. A din çka kanë thënë të partë? Ka thënë vallahi 40 vjet nuk më ka hik tekbiri fillestar. Ana, ne jo tekbiri fillestar, selami po na hik. Edhe nuk mërzitemi fare, hiç nuk mërzitemi. E Imam Shafiu ka thënë, dituria nuk është ajo që mësohet vetëm me kujdes, veç për mendsh, por ajo që sjell dobi dhe zbatohet. Që kjo është dituri. Domethënë ko mësu. Mirë po tash do të me sjell dobi, tash më mësu juve, më ju tregu. Pastaj domethënë me zbatu ato. Çdo dituri duhet me zbatu. Ki mësu, atëherë domethënë duhet me punu me çato. Disa prej dietarëve ka pas që është mundu domethënë që ato që e ka mësu, që ato e ka praktiku. Ka mësu domethënë namazit duha, ja ka mësu vlerën, nuk e ka lënë namazin duha. Ka mësu për shembull që është agjerimi sunet, ditën e hanë, ditën e hajt, po nuk e ka lënë agjerimin. Pse? Ai ka përfitim edhe shëndetësor, edhe qysh dush ki përfitime prej saj. E kështu që qoftë edhe pak me që ato mëso, puno. Zbatoj e që ato. E ke mësu për shembull që alkoholi është haram, largoje që asaj, po punojsh. Ke mësu namazi farz, që ato puno. Ke mësu, duhet me respektu babën edhe nanën, respektoj. Duhet me respektu të mejtë, respektoj. Duhet me dash të veçit, duhet me dash, puno me që ato që ke mësu. S'po thëmë na diçka që nuk ke mësu, se ndoshta është edhe vështirë. Mirë po, që ato që e ke mësu, që ato praktikoj. E treta është qëndrueshmëria dhe durimi. Me qëndru. Dhe sot ko marrë me mësu, për shembull, një faqe Kur'an s'po muj. Ndoshta truni u lodh, s'po mundet mo me maj. Atër leje. Bazë gjysore prap vazhdo. Mos u mërzit. Një hoxh që ko mësu taj, a i thoshte, kur të mësojsh Kur'an për mendsh, ndoshta najherë mërzitesh, për shembull bot monotoni, as po kryet kur qysh, për shembull surën Bekare, sura e Bekare 49 faqe. Tash për mos më të mërzit, leje për shembull aty ku je kon, dil me një sure tjetër, që ta don zemra. Ajo pak të relakson. Të pastaj prap kthehesh surën Bekare dhe përfundon çështën. Pse? Se 49 faqe ku je bën surën Bekare ose bë. A besh do ti surën Bekare pa i ngrohtë spedi se 49 faqe i ka. Ai po mendon se 49 ajete. Jo 49 faqe. Ka një ditë 49 ditë më mësu. E tash do të je mërzit pakës, mirë po, ti ndroje dil suratul Maryam, dil suratul Kahf, dil aty, dil këtu, ose edhe hadithe për shembull kur të marrësh me mësu. S'po mësohet hadithi i gjatë, atëherë mundohu me ndo hadithin 3 pjesë. Si për shembull innamal a'malu bainama nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hadithi i dytë prej 40 haditheve, është hadithi i gjatë, mirë po tash ti ndajën 3 pjesë edhe mëson ma lehtë. Po s'po mujsh me mësu, mësoj një hadith ma të shkurt, me të relaksu pakaj, pastaj kthehesh prap domethënë aty. Pse? Duhet me duru. Allahu azza wa jall po thot duroni, sepse Allahu nuk e humb shpërblimin e atyre që bëjnë mirë. Edhe nuk ta humb Allahu. Dietar kanë thonë,
e 10.000 tregti që nuk ka humbje është mësimi i Kuranit. Pse? Nëse bosh hafiz, elhamdulillah. Kjo është domethënë qëllimi jon, mu bo hafiz. Po nëse s'bosh hafiz, s'paku që ato sevapet i ki. Pse? A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon Kuranin, kush lexon një shkrim prej Kuranit, ka 10 sevape. Ka thënë nuk po thon elif lam mim 10, po ka thënë elifi 10, lami 10 edhe mimi 10. Domethënë gjithsej 30 sevape. E kështu që u bëna hafiz, elhamdulillah. Ky është qëllimi jon. Po s'u bëna hafiz, gjuna nuk ki hum kur gjë, prap ki sevap. Prap ki sevap të Allahu azza wa jall. Imam Maliku rahimullah ka thënë, kjo dituri nuk merret me trupin që shlodhet, por me durim dhe këmbgulje. Ja valla, unë po du më bo si filani, si Imam Bukhariu. Edhe çka me bo, ta nditën telefon me net. Ja, nuk bëhet kështu. Ja, sumboshës asaj që ja ka qeli derën ndoshta Imam Bukhariu, ose e ka pastru xhamin. Ja, ashtu nuk bëhet. Duhet me nejt vonë, me lexu, edhe çdo minut me mujt me shfrytzu. Tash po kemi elhamdulillah, po kemi telefona, po kemi ligjerata. Kur ti ish në toalet, lëshe zonin asi. Shka rish telefon toalet, mos rin toalet me telefon, lëshe zonin edhe ngojsh. Ka pas për djetarve që ka pagu njerës. Pse? Ka thënë kur ti unë në toalet, ti me ngrit zonin edhe unë me ndëgju, ato pse mos mi shku koha kot, pse ndëgjon. Edhe ti, shfrytëzoj rastin. Çdo minut, pushim i gjatë, pushim i shkurt, merre Kuranin, merre mëso, merre një hadith, dy fjali me po më mësu mjafton. Mirë po dhe duhet më koni me pas këmbgulje, pse? Ndoshta nëherë nuk don. Pra, rruga e diturisë kërkon kohë. Nëse nuk ki kohë, s'mujsh me arrit kur gja. Edhe me bo durim, mos mu dorzu, me thëmë valla, ja, s'po bojka, ja, s'po muj, ja, s'ka s'po muj. Ke mundësi, Allahu azza wa jall na ka dhënë mend krejtve. Mirë po, dikush e shfrytëzon ato për të mirë, e dikush e shfrytëzon ato për të keq. E ne të bëhemi prej atyre që e shfrytëzojnë për të mirë. E katërta është përullësia ndaj dijes dhe dietarëve. Nuk ka modest. Nuk ka nevojë me thënë, valla, filani jahil, filani s'ka dit, Ebu Hanifja s'ka dit, Imam Shafiu s'ka dit, Ahmed ibn Hanbal, po ata s'kan dit, ti po dish. Ata s'kan dit, ti po dish, subhanallah. Ebu Hanifja, çfarë diturie ka pas që, thuhet, nëse të ka thonë për që të shtyll, që është edukatit, të ka bin, do me thonë, ti tash për që është, më dhe s'po din Ebu Hanifja. Ja, e s'po din, ti po dish. A s'ka dit atër, që shumë ma pak gjynoha se na ka pas, e ne do me dhënë që na dit ma shumë gjynoha e kera se vape, edhe a s'ka dit, jo, s'ka mundësia e mos me dit. Ti s'po din, unë s'po di, a i ka dit, Allahu e mshiroft. Imam Bukhari s'ka dit, ka dit, po unë edhe ti nuk po dim. E kështu që duhet me ullë zanin, jo me ngrit zanin para tyne, jo me nënçmu, jo me dhënë ata s'kan dit, ata s'kan dit, jo, ata kanë dit, ata ja kanë pas frikën Allahut azza wa jall, me atë dituri që kanë dit, ata kanë punu, i kanë tregu njerëzit, ja kanë tregu halalin edhe haramin, e kështu që duhet me atë dit vlerën dietarëve, jo me fol për dietar të keq, sepse gjaku i dietarëve është me helm, nuk bën me fol keq për dietar, po edhe nëse ka gabu, ty nuk ka thënë Allahu azza wa jall me këtyr gabimet e filan dietarit. Ne duhet mi respektu ata. Gabimet, inshallah, Allahu azza wa jall i shpërblen ata për gabimet që kanë bërë. Pse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nëse gjykon gjykatësi, domethënë alimi, edhe çdon, i ka 2 sevape. Mirë po nëse gabon e ka 1 sevap. Po unë edhe ti na hiç kena sevape, na gjunohe kena. Pse? Po na s'kena hulumtu hiç kur gjë. Na e kena ndëgju një hoxh për shkak që ka thënë haram, edhe na me çatoje na marr. Jo. Ai ka hulumtu, ai është mundu, ai ka kontribu. Mirë po ti kur që s'ki bo? Ti çka ke bo? Ti ki ngu për shkak filanin ka thënë haram edhe u kry puna. Ja, ti ki gjuna. Ti miniher ki gjuna, nëse gabosh miniher ki gjuna. E kështu që duhet mi respektu, duhet mi nderu dietar. Hoxha më i dop
hoxha më i dop për xhamatlin është më i madhi. Pse? Po xhamatlia jon nuk di me lexu Kur'an. Ai hoxha din. Ai ka mësuar shkollë, ai ka kryer shkollë, ai ndoshta nuk mundet me ditë sikur çka dit një hoxhi i famshëm apo i dishëm që është mirë, po për ty është hoxh edhe shumë hoxh i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk është prej nesh ai që nuk e nderon të madhin ton. Nuk e nderon të madhin. Pra, a peshet që këtu duhet me nderu. Hoxha është më i madhi, profi është më i madh se ti. Ai mundet më konë si baba jot. Pse? Po ti i ki 15-16 vjet, ai ka 30 vjet. I ka 40 vjet, i ka 50 vjet. Ai mundet më konë baba jot, ti do të me respektu ato. Nuk e me shiron të voglin. Edhe me shiru të voglin, jo më shumë në rej. Pse është ma i vogël në të kapit të rej? Jove nuk bën ashtu. Dhe nuk i jep hakun djetarit. Çfarë është haku i djetarit? Mos me fol keq për ta. Se nuk është puna jot. Nuk je ti djetar, do me thonë ti me fol. Djetarin e të fol për djetarin, unë dhe ti nuk bën me fol. Ai në të fol, e drejta ati është se ata janë të një rangut. Ata janë të një rangut. Ata në të folin për njëri, mirë po unë dhe ti nuk bën me fol. Do të me respektu djetarët. Mos me kërku dituri me mendjemallësi se nuk mu ish me arrit. Pse? Se mendjemallësia çdo herë mundohet me të nënçmu. Mi nënçmu njerëzit. E ti me ato nuk mundesh, mirë po me modesti, me porullsi. Edhe kjo është do me thënë një shej, prej shejave do me thënë, modestis. E pesta dhe fundit është shoqërimi me njerëz të mirë dhe praktikimi i mësimit. Wallahi vazni, ju jeni tri. Unë jam i bindur se ju mas një 5 viteve ju keni mira pishmoni se kohën që keni hup. Wallahi, koha është shumë e çmueshme. Pasuria më e madhe besimtarit është koha. Pse? Ne me kohë, nëse shfrytëzojmë kohën, ne mundemi me fitu xhenetin e Allahut azza wa jall, edhe Firdausi mundesh me fitu. Po nëse e shfrytëzojmë, a nëse nuk e shfrytëzojmë, atëherë do me thonë, kjo kohë ka mu konë do me thonë, kjo dituri ka mu konë kundër neve. Edhe ne kena mi dhënë dhogari Allahut azza wa jall për kohën ku e kena shfrytëzu. Për këtë arsye të mundohemi ta shfrytëzojmë kohën edhe tri me njerëz të mirë. Pse? Se çata njerëz sot që po pim kafe, ndoshta dikush është më i zgjut. Zoti ja ka fal mendjen më të fortë, logjikën më të fortë, është më i zgjut. Ndoshta me të ndëgjume mundet edhe mësimin me majt përmendsh, edhe me ditë edhe krejt. Mirë po unë për shembull mos ma ka dhënë Zoti atë, atëherë unë duhet më mundu shumë. Ai shkon flen, dhe me thonë ti ta natën mësosh edhe kur gjosën marrish, ai tjetri merr 5. Pse? Po shka me vot tash mendjen, Zoti na ka fal. Ai tash e ka ndëgju mirë me vëmendje ligjëratën, edhe ka mësu. Mirë po ti s'e ke ndëgju, edhe s'ke mirë po në ditën e gjykimit kena mira pishmanit. Kena mira pishmanit pse se kena shfrytëzu kohën. Pse se kena shfrytëzu kohën? Pse s'kena bu punë të mira? Pse s'kena lexu? Pse s'kena mësu? Se nesër masesër kur të martohesh, fejohesh, nuk kime pas mundësi. Martohesh, nuk kime pas mundësi me majt ligjërata apo me shku me prezentu në për ligjërata. Bohet fëmija, kimu marrë me fëmin, kimu bo biznis, kime hap në biznis apo diçka, apo kime punu diçka, edhe mos kime mujt mu marrë me dituri. Për këtë arsye, mundohu pre atyre njerëzve që e përmendin Allahun azza wa jall, për këtë Allah subhanahu wa taala në suratul Kahf thot, bëhu me ata që e përmendin Zotin e tyre në mëngjes dhe mbrëmje. Me thënë mëngjes, mbrëmje, qysh me përmend? Nuk ka puna veç me përmend me lujt vendin, jo. Përmendë Zotin, mëngjes, mbrëmje, lexo, studio, mëso, e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë njeriu është në fen e mikut të tij. Me thënë njeriu, personi është në fen e shokut të tij. Nëse ti e ke një shok që është i mirë, ja ka frikën Allahut azza wa jall, i respekton prindrit, mëson, studion, respekton hoxhallat, vallahi ti nuk ka mundësi me dal njëri keq. Po nëse të kundërtën e ke një shok i cili nuk e fal namazin, nuk kujdeset për namazin, nuk kujdeset për faljen e syneteve, nuk kujdeset për halalin, mundot me hub kohën,
vallahi nëse ti nuk je ashtu, ti ki mu bo sikur ai. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, le të shikoj se cili me kë shoqërohet. Arabët kanë thonë, tregom me kënd rish, tregoj kush je ti. Tregom me kënd rish, tregoj kush je ti. Nuk ka mundësi një besimtari Allahut, që ja ka frikën Allahut, me nejt me njerëz drogë që përdorin. Po vallahi nëse rish, me siguri që kemi nisë edhe ti një ditë me përdor. Nëse rish me njerëz që e pinë alkoholin, ose cigaren, ose shkojnë mas femra, vallahi ka me ardhur dita që edhe ti keme shku në rrugën e ti. Për këtë arsye, ma mirë largohu, mos prit, largohu mini herë, e kështu që e shpëton vetën tanë, edhe e shpëton domethënë atë shokin tanë. Hasan el-Basriu rahimullah ka thënë, kërko diturin të njerëzit që janë më të devotshëm se ti. Më thonë ti dush me kërku diturit të dikush që është më i devotshëm se ti, sepse frika ndaj Allahut është themeli dijes. Dhe me thonë nëse njeri nuk ka frikë ndaj Allahut azza wa jall, ai nuk ka dituri. Pra duhet me pas frikën Allahut azza wa jall. Zgjidh shokët që të nxisin në mësime, praktikim dhe devotshmëri. Ata janë pasqyra jote shpirtërore. Domethënë ata janë njerëz të mirë. Ata domethënë duhet mi marr për shembull, jo me thon filani, po çka ka bëu çuj ka rreth 2 vjet, punë e madh këta s'ka bëu. Jo, filani u bë hafiz, e pata i djali 13 vjeçar. U bë hafiz i Kuranit. A ka më mirë? A ka më mirë? Çka ka domethënë të keqe? Pse mos më mësu fjalën e Allahut, fjalën më të mirë? Pastaj shkojnë domethënë gradualisht dituria tjerë, për shembull mëson hadith, mëson fik, mëson tefsir, mëson gjithçka mëson. Mirë po, me mësu me përfitu domethënë prej kësaj. Lutim Allahun azza wa jall që të na bën prej njerëzve të ditur. Lutim Allahun azza wa jall na bën prej pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.